Mirë, dhe ka ardhur interesant, Mejta ka ardhur me gjyshe, unë e pyeta ishte gjyshe dhe nëna. Gjithmonë të shoqërojnë kështu në daljet e tua se Zakonisht shoqëruesi. Ato janë babin e pa shoqëruesin. Zakonisht babi është shoqëruesi jam kryesor, po pash vetëm pamin dhe gjyshe. Po të gjithë familja jam janë suportiv, edhe babi është kryesor, po të gjithë më suportojnë. Dhe pa qenë komplet familja e dhonën mas një fushë, sukseset vështirë që arrin, duhet një përkraje e përgjithshme. Gert, po shohim që ju gjeneratat e reja shumë jeni dhonën mas sportit, futbolli gjithashtu ndoshta edhe pse po vrem që po ka shumë suksese në arenën ndërkombëtare më pas. Në fakt edhe ti je në një rrugë të tillë, por që gjithçka filloi në Prishtinë në moshën 6 vjeçare. Po, na e shpjego pak rrugtimin. Po, patjetër. Në moshën 6 vjeçare ka filluar, domethënë, karriera ime e futbollit, ku babi jem ka pas dëshirë. Babit mori për dorë. Babi më ka marrë për dorë, po më ka pas më holl që po luaj edhe tani ka pas shef me më quhet edhe në ai shkollë futbollit, ku në moshën 6 vjeçare më ka regjistruar në shkollën e futbollit Young Boys në Prishtinë. Aty kom kalu hapat e parë, domethënë, të fillimit të karrierës time futbollistike, ku një periudhë e mirë normale. A mban mend kur ishe 6 vjeç çfarë doje të luaje në fushën e Blerë, çfarë ishte? Çfarë pozicioni? Gjithmonë sulmues, po, gjithmonë sulmues, gjithmonë. Si shumica. Po, si shumica, po. Kur janë vegjël, pastaj mas asaj shkolle jam shkuar në shkollën e futbollit Bestida, ku aty kom ndaj dikon 4 vite. Ku është në Emshir në Prishtinë, ku kom kalu shumë mirë edhe aty, kom pas një... Po mirë, atë pëlqej që ty futbolli, domethënë ai sporti ju ti pëlqym, apo baba dërgoi edhe... Po, gjithmonë më ka pëlqyer futbolli, gjithmonë kom shikuar futboll, gjithmonë edhe në mahall... Domethënë baba e vrejti talentin. E ka vrejt talentin, e ka vrejt, pastaj më ka quajtur edhe në shkollë futbollit edhe ai gjithmonë u kon në bazë, në çdo servitje, në çdo lojë që e kemi pas, prej që më kon i vogël deri tash ai gjithmonë është ai vetë ka luajtur futboll babai? Ka luajt pak futboll, po atëherë u kon koha ndryshe dhe nuk ka mujt fort me depërtu si çysh ka pas shef. Po e ka futbollin në zemër edhe ai, edhe pse nuk e ka profesion. Bukur. Më pas kalove në klubin e Prishtinës. Po besoj që aty ka qenë baza kryesore jote. Aty kom baza kryesore e karrierës tem, ku kom ndaj për 5 vjet. Aty jem kom për gjeneratës U15 dhe në gjeneratën U17, domethënë është një periudhë goxha e gjatë. Aty e kom pas trener Jeton Berishën për 4 vite e gjys, dhe na shpall kampion U17 Super League vitin e kaluar. Gjithashtu jem gollçenuesi më i mirë i Prishtinës në U17 Super Liga, gjithashtu edhe në U15. Sa golla ke shënu? E kom shënu 14 golla, domethënë për Prishtinën me U17, ndërsa me U15 e kom shënu 37. E gjitha këto golla i dedikohen kujt? Gjyshës, mamit apo babit? Të gjithëve ka pak, të gjithë familjes ka pak, po normalisht babi im është supertuesi jam kryesor. Heroj, a? Po, për atë. Ti bën golin dhe aty në stadium është duke të ndjekur babi dhe shikon babin, si është? Gjithmonë, po tash jam atje në Spanjë, nuk mundet të marrësh çdo ndeshje, po normale kam e mbajnë zemrën njëri tjetrin. Si shkove